Gabimet më të këqija që bëjmë kur përdorim kondicionerët. Kur temperaturat kalojnë në 30, ne të gjithë kërkojmë temperaturë për të freskuar. Kondicioneri i ajrit është zgjidhja më efektive, por është e rëndësishme të kujdeseni për disa gjëra. Ajri i kondicionuar është një shpëtim, por mund të ketë ndikime negative në shëndet nëse përdoret në mënyrën jo të duhur. Filtrat mbledhin baktere, viruse, kërpulla dhe merimanga, që shkaktojnë një sër çrregullime shëndetësore më të zakonshme prej të cilave janë edhe infeksionet e frymëmarrjes. Në muajt e verës kaftohet e shpeshta teshtime, inflamacione të fytit dhe probleme të ngjashme, dhe të gjitha këto mund të lindjen edhe si pasojë e keqpërdorimit të kondicionerit. Ekspertët vazhdimisht këshillojnë që filtrat e kondicionerit të pastrohen të paktën një herë në muaj, në mënyrë që të evitohen këto komplikacione, dhe mbi të gjitha të mos qëndroni shumë në ajër të kondicionuar.